përvëndëson asnjë strukturë të drejtësisë, teksa funksionon. Është qasja më e gabuar. Sepse ju besoj keni dëgjuar vetë artikulimet ose akuzat që u janë bërë. Fatkeqësisht të gjitha janë njerëz që as lexojnë, as dëgjojnë. Komisioni i posaçëm parlamentar ka një faqe zyrtare, MASL.al, ku ka çdo gjë të prodhuar, të shkruar, të miratuar nga ky komision dhe ekspertë e tij. Çdo gjë, si asnjë faqe tjetër zyrtare të një institucioni publik. Këtë deklaroj me përgjegjësi të madhe. Mos çdo vendim, çdo letër që ka hyrë është aty dhe publike. Ka një analizë prej 700 faqesh që lidhen, që ne kemi vetë skanuar ekzekutivin, parlamentin, nga të fokusuar sigurisht në këto 3 fusha, se kama është e gjë në çështjet që lidhen me mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Dhe askush nuk mund thotë që ka këtu një mbivendosje apo ka këtu një përpjekje që s'ka asnjë fjalë, përkundrazi, s'ka asnjë fjalë që lidhet me sistemin e drejtësisë. E gjitha është një spekulim i pastër publik për arsye nga më të ndryshme. Nuk ka lidhje kjo gjë me reformën e drejtësisë. Akuzat e ngjashme kanë qenë gjithmonë në skenën politike shqiptare, zoti Xhafaj, edhe me komisionin e timor parlamentar të inceneratorëve, gati e njëjta gjë u tha, po zëvendëson hetimet që po bëjnë strukturat e drejtësisë, në një kohë që ajo ishte ndihmës për strukturat e drejtësisë. Gjetjet e atij komisioni që drejtohej nga tabaku. Shiko, pse kur filloi reforma e drejtësisë çfarë thanë? A mund të më thoni, hapen një arkivin tuaj çfarë kanë thënë? Gjatë gjithë kohës që ishte komisioni i posaçëm. Ju e dini shumë mirë se çfarë lufte është bërë midis palëve që kanë qenë jashtë dhe brenda atij komisioni për duke e sulmuar anët e muar etj. Po në fund fare rezultati ishte ai që flet. Dhe në fund fare nuk janë fjalët. Fjalët ikin, mbetet puna, mbetet produkti dhe kushdo mund të shoh dhe do të shoh se çfarë produkti ka ky komision. Më falni, t'ju pyes për kuriozitetin edhe personal. Gjetjet e këtij komisioni, kujt i shërbejnë pastaj? Falni. Ka dalë, është bërë analiza dhe ne kemi bërë dhe një, edhe është publike analiza. Është e botuar, është e publikuar, mund ta lexoj kushdo. Mbi atë analizë ne kemi ndërtuar, pra, këto janë gjetjet. Dhe kemi thënë, cilat janë zgjidhjet. Si do adresohen këto gjë. Dhe kemi ndërtuar planin kombëtar të veprimit me rreth 250 masa konkrete. Për të 3 këto shtylla, të cilat gjithashtu janë në faqen zyrtare të komisionit dhe gjithkush mund t'i aksesoj dhe mund t'i kritikoj apo edhe mund të kontriboj që të përmirësohet. Pra gjetjet, pra problematikat, dhe zgjidhjet. Tashti do të vi momenti që ne do duhet që këto t'i kthejmë nga një dokument plan masash në veprim konkret. Dhe këtu hynë ndryshime për nevoja për ndryshime strukturore, institucionale dhe ndryshim legislacioni në të 3 fushat, mirëqeverisjes, antikorrupsionit dhe sundimit të ligjit. Sepse, zonjë, ne ligje bëjmë. Ne për ligje jemi. Dikush tjetër është t'i zbatoj këto ligje, dikush tjetër është ti kontrolloj zbatimin e këtyre ligjeve. Dhe një përgjegjësi, zonja Burko, për zbatimin e këtyre e ka vetë kuvendi. Dhe ne këtu jemi fokusuar. E kuptoj. Pra, ishte ajo që do të ndodhë me komisioni. E treta lidhet me reformimin e profesioneve të lira. Reformimin profesioneve të lira. Reformimin dhe mbështetja e profesioneve të lira. Dhe me fokus, parë dhe nga këndvështrimi im, avokatia, noteria, përmbarimi dhe sidomos ndërmjetësit. Pse? Sepse gjatë reformës në drejtësi ne nuk kemi qenë shumë të fokusuar tek këto struktura. Dhe kanë çeduar rrugës? Jo, ka nevojë për t'i përqasur. E para për t'i përqasur me standardet, me cilin ne kemi ngritur, kemi reformuar sistemin edhe si gjyqësorin, prokurorin e tjera, por nga ana tjetër edhe për t'i mbështetur. Sepse ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm në përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të qytetarëve. Sa më cilësore, sa më dinjitoze të jetë profesionalisht, të jetë kjo mbrojtje e bërë për tyre, aq më mirë do ndihen qytetarët në mbrojtjen e interesave dhe lirive të tyre përballë sistemit të drejtësisë dhe pushteteve
pushteteve të tjera. Dhe kemi të nevojshme ta bëjmë të diskutime ta. Por për shembull, ndërmjetësit, ne kemi të nevojshme për një ligj shumë të avancuar dhe për ta përfshirë më mirë rolin e tyre në zgjidhjen e çështjeve gjyqësore, si një hallkë ndërmjetme e cila në vendet të tjera ku është aplikuar me sukses e ka ulur gati 50% numrin e çështjeve në pritje për të gjykuar. Edhe kjo, sikur vetëm këtë të arrim të bëjmë, besoj se kemi bërë një shërbim shumë të mirë për qytetarët dhe për sistemin edhe shërbimet e drejtësisë në vend. E kanë përqafuar qytetarët programin tuaj, mandej edhe programin e Kam dhe partisë 2 pika të tjera që lidhen pikërisht me interesat e qytetarëve. Njëra lidhet me gjeneratën e re, me nevojën për t'i dhënë më shumë hapësirë, më shumë mbështetje dhe më shumë mbrojtje rritjes së tyre dhe sidomos profesionistëve të rinj dhe veçarisht familjeve të reja. Ne kemi të nevojë të domosdoshme për të dhënë më shumë akses, për të dhënë më shumë mbështetje atyre kur dalin nga bankat e shkollës, për t'i trajnuar me kërkesat që ka tregu punës, po për t'i mbështetur në hapin e parë fillestar që të rinjt e të reja të bëjnë në tregun e punës. Për shembull dhe në profesionet e lira, nuk do të kishte asgjë të keqe, nëse shteti nuk do të 2 vitet e para nuk do të merrte asnjë lloj takse sa ata të mëkëmbësin. Ndoshta edhe pse po kishte edhe mundësitë ekonomike ti financonte në një farë mënyrë qirat e zyrave, sa kohë që ata të fillonin të mëkëmbeshin dhe të hynin normalisht në tregun e tyre. Po nga ana tjetër kemi problemin e familjeve të reja. Sot ka vështirësi, jo të vogla, për të krijuar, kanë folur shpesh familje, kanë folur shpesh me të rinjtë e të reja që janë edhe zgjedhës të mi, por edhe më shumë se kaq, dhe shumë prej tyre më thonë që është e vështirë, nuk është e lehtë, ka kosto. Po, e vështirë të blesh një shtëpi, e vështirë të paguash qiranën një banese. Si ku do në të gjithë botën, sigurisht ky është një... Po, ka një program për këtë target group, për shembull, dhe thotë se Partia Socialiste duhet ta kishte bërë me kohë. Dhe kur i kam pyetur se ka një program të posaçëm, se unë e di, më kanë thënë që tek ai program aderojnë vetëm ata që i përkasin Partisë Socialiste, në fakt, nuk përfitojnë ata që janë të Partisë Demokratike. Nëse do të dëgjonim se çfarë thot PD-ja, PD-ja është mirë që shkojnë të bindin qytetarët, të vinë pushtet dhe të realizojë ato që ka. Fakti që jemi ne dhe do të vinë prapë ne, do thotë që qytetarët na dëgjojnë, na besojnë dhe shpresojnë që ne të bëjmë atë që themi. Dhe në rastin konkret, programi i Partisë Socialiste ka disa elementë saj natyre. Unë përmes këtij angazhimi publik kam marrë përgjegjësinë për ta mbështetur më fort që kjo gjë të realizohet deri në fund, ashtu siç është premtuar. Për shembull, si do ta mbështesnit ju një familje të re? Po, sigurisht, unë besoj që ka nevojë për disa incentiva në krijimin e familjes së re, qoftë përmes zgjerimit të banesave sociale, përmes banesave me kredi të buta, apo për një lloj duke i lesuar familjet e reja nga taksat në fazën e tyre. Të paktën për 2 vjet, apo jo? 2 vjet, 3 vjet. Po, sa të vlerësohet, e arsyeshme. Kam bërë një diskutim për të gjë, edhe me ekspertë të fushës, edhe se si gjenden burimet financiare. Për shembull, unë besoj që një pjesë e mirë e shoqërisë do duhet të paguajë për ta të rinjtë të reja. Një pjesë e mirë atyre që janë pasuruar në këtë vend dhe ka nevojë që të, ashtu siç ndodh në botën e qytetëruar, të paguajnë një kontribut social, kontribut solidariteti, në mënyrë që ky brez të rritet i shëndetshëm dhe me mundësi të mira, sepse kjo gjë është edhe në shërbim të tyre. Dhe për të arsye është e nevojshme të gjenden mekanizma është e mundshme të gjenden mekanizma dhe nuk janë shpike shqiptare. Mjaft që ne t'i përshtasim me realitetin dhe me mundësitë tona. Pra t'i shtrim këmët sa kemi Jorgani, por ama t'i shtrim këmët, të tentojmë t'i shtrim këmët brenda kësaj hapësire që kemi. Jo të rrimë dhe të presim sa të bëhemi mjaftueshëm një shtet i fortë ekonomikisht e tjera. Sa atëherë pasaj problemi shoqëror social që do të krijojmë do të jetë ky një grop më vetë. Dhe e tretë, e pesta, lidhet me mbështetjen dhe e një projekti që unë e emërtoj Shqipëria mike e moshës së artë, moshës së tretë, po që sot edhe në zhargonin europian, konsiderohet ndryshe mosha e artë. Dhe besoj se ne përmes advokimit me mbështetje ligjore, por edhe për mbështetjes për ta inkurajuar, për ta nxitur qeverinë, për të pasur disa instrumenta
instrumenta në mbështetje të kësaj moshe, në mënyrë që ata të gëzojnë një pleqëri të qetë, një pleqëri të sigurt dhe edhe të shëndetshme kryesore. Përveç atyre që Partia Socialiste ka artikuluar, si bonusi pranverës, si reforma që edhe pensionet do t'i nënshtrohen me rritjen e... Po, për shumë unë besoj që do diskutoj me qeverin ere, kur të kryot, nevojnë e hartimit të një ligjit të posaçëm. Sepse ne duhet të ndryshojmë që nga koncepti kush quhet pensionist në këtë vend. Dhe çfarë mund të bëjë një njeri që pavarësisht se del në moshën e pensionit dhe ndihet mirë fizikisht, ai ka nevojë që të vazhdojë edhe të vazhdojë të punësohet, ta gëzoj pensionin, se e meriton, është pjesë e kontributit. Robi plaket kur do vetë, domethënë. Sigurisht. Emisioni juaj shumë interesant, shpeshherë e ka nxjerrë të mesazh shumë qartë. Dhe unë besoj që ka shumë mundësi për të bërë në këtë aspekt dhe për të përcaktuar ose disa gjëra, për shembull, fjala vjen Tirana ka vendosur bonusin për autobusët. S'ka asnjë arsye pse ne nuk e vendosim në ligj që ta kenë gjithë bashkitë. S'ka asnjë arsye pse të mos vendosim në ligj që të ketë disa përfitime të tjera. Ne duhet të shohim për shembull çështjen e kujdesarisë. Ndoshta kujdesaria mosha për moshën mund të jetë një gjë interesante. Ka njerëz që janë fizikisht. Mosha për moshën, interesante. Po, e kam treguar diku tjetër, po ua them dhe ju. Kam qenë në një kur po diskutoja përgatitjen e kësaj dhe kam mbledhur disa grupe, fokus grupe për rinin, për moshat e treta, ose moshën e artë, si quhet, profesionistët e lirë, etj. Për të arritur deri këtu, natyrisht dhe ekspertë të fushës. Dhe ndër tjera ishte një grua që mu duk, me thënë drejtën, mu duk e re. Jo e moshuar. Jo shumë e moshuar dhe duke qeshur dha e di sa vjeç që jam unë, edhe unë, natyrisht një grua, nuk që lehtë i thuash sa vjeç je dhe sidomos në atë moshë. Edhe u mundova u përpëlita që të thoshe, mos s'ka gjë tha, unë jam 80 vjeç. 80 vjeç? 80 vjeç. Dhe ishte shumë aktive në vizet. Dhe unë për në atë moment, ngella, u befasova pak. I thash, po si e kalon kohën, si të duk kjo që kam? Tha, shiko, tha, mu duk, tha, interesante, tha, po kishe një gjë, tha, që duhet ta regulosh, tha. Unë, tha, e di pse nxitoj tash, tha, po, sepse unë mbaj një grua tjetër. Si i thash? Po, tha, unë mbaj një grua 85 që nuk është e mundshme, tha, tjetër. Pra, aty reflektova dhe mendova, sa njerëz si kjo gruaja mund të ketë ka që janë të aftë. Dhe ne themi, kemi nevojë për fuqi punëtore, etj., cilët mund të bëjnë disa punë që nuk duhet i bëjnë moshat e reja. Dhe të cilët duhet u njihet kjo punë e dytë. Dhe nga ana tjetër duhet lesohen bizneset që t'u afrojnë këtë mundësi. Dhe kështu të gjithë do të përfitonin nga kjo. Nëse ne këtë e kthenim në një rregull, nga një praktik që gjendet në shoqëri, e kthenim në një rregull, në një lesim ose në një incentiv pozitive për vetë këta njerëz, për vetë biznesin, por besoj është e dobishme edhe për familjet e të rinjve që në një farë mënyre lesohen nga një detyrim i përditshëm i tyre. Pra, ka shumë përfitues. Unë po kuptoj që programi juaj jo vetëm është përqafuar nga qytetarët, po